U shty brenda një kamioni mbeturinash me henomazhe për shqiptarin që humbi jetën tragjikisht në Northampton. Një komunitet i tronditur në Northampton ka nderuar me omazhe 30 vjeçarin shqiptar Sajmir B, i cili humbi jetën pas një aksidenti tragjik në 31 tetor kur u shtyp brenda një kamioni mbeturinash. I riu ishte streuar përkohësisht në një kazan pasi atë natë nuk ishte gjetur një vend ku të qëndronte. Pas dëmtimeve të rënda u dërgua në spitalin universitar Coventry ku ndroi jetë në 6 nëntor. Koroneria Ann Pember konfirmoi se shkaku i vdekjes ishte dëmtimi i shumëfisht i organeve si pasojë e shtypjes. Hetimi plot pritet filloj në 29 prill, ndërkohë trupi i Sajmirit është kthyer në Shqipëri dhe ceremonia e varrimit është kryer pranë familjarëve.